Policia e Shtetit ka publikuar planin e detajuar të masave për sezonin turistik veror 2025, i cili synon garantimin e rendit, sigurisë publike dhe menaxhimin e fluksit turistik në të gjithë vendin, me theks të veçantë në zonat bregdetare, liçenore dhe turistike. Në njoftimin zyrtar për mediat, bëhet me dije se kontrollet të shtuara do të ketë edhe në kufi, teksa shtojnë se do të ketë shtimin e sporteleve dhe burimeve njerëzore në pikat kufitare, me qëllim menaxhimin e fluksit turistik. Blut theksojnë se deri më 15 shtator do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda për transport mallrash në fundjavë dhe në ditët e pushimit zyrtar. Për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë sezonit veror 2025, Policia e Shtetit ka hartuar dhe është duke zbatuar një plan të detajuar masash i cili synon sigurinë në zonat bregdetare, liçenore dhe lumore, lehtësimin e qarkullimit në pikat e kalimit kufitar, parandalimin e aksidenteve rrugore dhe veprimtarive kriminale, zbatimin e orarit të ndalimit të muzikës, mbrojtjen e mjedisit dhe zonave turistike. Ndryshe nga viti kaluar, këtë vit shërbimi 12 orësh do të aplikohet vetëm në zonat bregdetare. Në ndihmë të policive vendore do të dërgohen shërbime shtesë të cilat do të kompensohen sipas legjislacionit përkatës.